Një pyetje e rëndësishme që shumë njerëz gjithashtu pyesin është që një besimtar a mundet ta di përgjigjen e një pune ose një vepre që ka dëshirë ta ndërmarrin për të ardhmen. A mund ta di se a mund të jetë diçka pozitive apo jo për te? Përgjigjja është po. Në fakt në fenë tonë islame kemi një transmetim të një shoku të pejgamberit alayhis salam, emri i cilit është Xhabir, dhe ky sahabe transmeton se na mësonte profeti alayhis salam që të falnim namazin e istikhares. Pra ashtu siç na mësote të këndoshim ose të lexoshim Kur'anin, të mësoshim Kur'anin. Dhe ky namaz është një namaz i cili përbëhet nga 2 recate dhe në fund lexohet dhe një dua, një lutje e veçantë. Këtë lutje të veçantë ju mund ta shikoni online në internet dhe mund ta merrni të gatshme dhe mund ta përdorni masi që t'i falni këto 2 recate dhe një herë për çka? Arsyeja është se ne i falim këto dhe e bajmë edhe këtë dua që në fund të dimë se a do të jetë e hajrit, a do të jetë e mirë, a do të jetë pozitive aja vepër të cilën ne do të bëjmë, ose për shembull të thojmë një punë të cilën ne kemi dëshirë që ta fillojmë. Pra Zoti përmes ëndrave gjatë natës, duke qenë një ëndër pozitive, mund t'i japim një drejtim ose mund t'i japim një shenjë besimtarit duke i treguar se ajo vepër për të cilën ose ajo punë për të cilën ti ke dëshirë ta ndërmarrësh është diçka pozitive. Por përveç kësaj metodës njeriu gjithashtu njihet mirë në vetveten e tij ose në vetveten e saj para se ta fillojnë këtë punë. Dhe nëse njeriu nuk njihet mirë, megjithse e ka fal këtë namaz i përban për 2 recatëve dhe ka bërë duan e istikhares, dhe përsëri nuk njihet mirë ose në gjumë për shembull shef disa ëndra të cilat janë ëndra të këqija, atëherë ky individ ka një shenjë nga i Madhi Zot se aja punë për të cilën ai ose ajo ka dëshirë ta bajnë ose ta fillojnë nuk është e hajrit.